Mirë se erdhët, jepi në Rezedielli. Sot do të flasim për ata njerëz të cilët nuk kanë një limit në të menduar, që quhet overthinker, apo kanë mendime gjithmonë negative, mendime jo të mira për veten e tyre, e humbasin shpeshherë emocionin e bukur dhe gjetjen e vetes. Pra, ndodh shpeshherë që të posedojmë, le themi, këto mendime, më shumë se mendimet pozitive, gjë që na prish punë në mënyrën se si ne do të realizojmë qëllimet e ditës. Me Amadea Sefën gjithmonë është kënaqësi të ndash tema të tilla që lidhen me emocionet, me botën shpirtërore, me mënyrën se si ne duhet të mbushemi shpirtërisht dhe pastaj këtë ta reflektojmë edhe në fizikun ton, por edhe në marrëdhënie me të tjerët. Ndaj her pas here me seminaret që organizon, na bën të ndihemi dhe të gjejmë veten ton. Këto janë tema të cilat sot në ditët e sotme janë më trend se kur. Mirë se erdhe Amadea. Faleminderit. Mersi sa vjen në studion ton. Ne themi që ndonjëherë nuk është më e keq ose nuk na lëndon më shumë ajo që ndodh jashtë nesh se sa ajo që ndodh brenda nesh. Aty brenda nesh ka një përpunim të jashtëzakonshëm të emocioneve, të mendimeve tona. Por çfarë ndodh kur ne kemi shumë mendime të këqija? Si lindin mendimet e këqija? Dhe si ta dallojmë ne që këto janë mendime të këqija dhe jo reale? Atëherë, çdo emocion vjen nga një mendim. Dhe shumica njerëzve që janë emocional, thonë unë jam emocional thjesht. Jo, nuk je thjesht emocional, por sepse ke filluar të kesh mendime të gabuara. Dhe jo gjithmonë janë për të tjerë, si theti vetë, janë shumica janë kundër vetvetes tonë. Dhe kjo është gjëja më interesante, sepse nuk është se thonë ato të tjerët më shajnë, të tjerët më fyen. Jo, ato të tjerët të shajnë të fyen sepse ti e tërheq, i themon, është si një magnet. Në momentin që ne kemi negativitet brenda nesh nëpërmjet mendimeve tona, për vetveten tonë, atë tërheqim edhe nga jashtë. Domthonë edhe njerëzit nga jashtë fillojnë të mendojnë negativisht për ne, sepse është ajo rezonanca, i themon, që ti nëse mendon pozitivitetin, atëherë edhe mendimet e tjera vijnë pozitive, kundrejt tetë. Është vërtet që lizat tona kanë memorie dhe mënyra se si ne mendojmë, për sa kohë mendojmë, ato e përvetësojnë ato dhe ashtu ndodh? Çdo gjë. Domethënë, nëse unë i them vetvetes, unë nuk e di, unë nuk jam e denj, nuk jam e bukur, po kush jam unë, ja lë tjera kujt. Domethënë nëse unë e uli vetveten time, që në fëmijëri, sepse kam dëgjuar ndoshta edhe nga familjarët, ti je kështu, ti je ashtu, edhe unë kam futur vetvetes time ndoshta edhe më shumë se sa kam dëgjuar. Edhe me imponim. Edhe me imponim nganjëherë. Çfarë ndodh? Ajo shumohet, shtohet dhe duke u shtuar, si më thënë, nga një pik e zezë e mendimit bën 10 pika të zeza. Nga 10 pika të zeza bën pastaj 100 pika të zeza dhe bëhet si me qenë një re, themune, që ta mbyll zemrën. Dhe ajo mbyllje pastaj shumë e vështirë ta heqësh, sepse sidomos në moshën e pubertetit shpërthen, rinia shpërthen. Dhe nuk e kupton që ai shpërthim është sepse kanë akumuluar ose përmbledhur mendime gjatë gjithë viteve që në lindje deri tani. Dhe është një mungesë e vetë dashurisë. Çdo mendim negativ është një mungesë. Do që se ne kemi një mungesë që nuk na kanë dhënë prindëria dashuri, për shembull të thënë, ti je bukur, ti je mirë, o Zot, faleminderit që je vajza ime ose ideali im. Domethënë, kjo kur ato nuk na ka përmbushur, atë kemi filluar ne vetë të krijojmë mendime negative brenda vetvetes, që ato shtohen, si muri, thëmë, tull për tull e bëhet muri dhe pastaj heqë murin pastaj. Dhe shpërthen rinia. Derisa shpërthen pastaj jo vetëm në mendime të këqija, po aty fillojnë pasiguri dhe ankthi apo jo. Kjo gjë më e keqe, sepse kalojnë ankth, kalojnë në depresion, kalojnë në stres. Persona që janë gjithmonë më shumë në stres janë sepse ato vetë nuk janë të qetë në mendimet e tyre. Çdo gjë i thëmë si me rrot, vum, ato mendime vinë gjithë kohën. Ti duhet punosh më shumë, sepse duket sikur shefi, ti duhet ta bësh këtë, se përndryshe nuk të duan të tjerët, nuk je i parë. Do të thonë edhe egoja, fillon çdo gjë vjen nga mendimet. Dhe njerëzit kalojnë atë yang, punën yang, që quhet yin dhe yang, është ajo simboli. Yin është qetësia, yang është aksion, stres, çdo gjë të bësh. Kjo, kur nuk është në balans me qetësinë, me yin, ne prishim vetveten tonë, mendimet tona fillojnë të shtohen çdo ditë dhe më shumë, ato nuk është se ikun. Nëse ne nuk bëjmë diçka kundër mendimeve, për t'i ndaluar ato. Për t'i ndaluar.
Dhe kjo është një gjë që bëhet krejt kollaj, sepse njerëzit thonë, wow, çfarë duhet meditoj, duhet ulem, mi po jam në punë, jam atje, nuk kam mundësi të ulem të gjej një vend të qetë, sepse kam njerëz pranë meje. Po, përpara se të patjetër që kam mënyra të tjera, dhe do t'i tregojmë besoj sot në mënyra të tjera praktike se si mund t'i ndalojmë, t'i stopojmë apo t'i menaxhojmë mendimet e këqija. Por përpara se ta bëjmë këtë, si ta kuptoj individi që këto janë mendime negative dhe jo reale? Atëherë, kur ne e kuptojmë që nuk është diçka që na sjell në harmoninë e vetveten tonë, një mendim që rrotullohet shpesh, domethënë që vjen jo një herë, që është përsëritur çdo ditë, ndoshta mund ta kemi të njëjtën mendim. Dhe nganjëherë është i pavetëdijshëm. Njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për atë që mendojnë dhe reagojnë gjithkohën, i themi në një mënyrë të pavetëdijshme. Por kur i them merr një herë disa minuta kohë, cilat janë ato mendime që ty të vinë më shumë gjatë ditës? Ndaj vetvetes tënde, duke filluar ndaj vetvetes tënde. Pastaj filloj ndaj jashtë. Ku paragjykon të tjerët? Për shembull, çfarë ty nuk të pëlqen nga një person jashtë, edhe mos gjen një person që ti me të vërtetë nuk të pëlqen. Ose nuk them që e ke inat, por që ti thon nuk më pëlqen. Për shembull, shumë persona thotë, "Ua, nuk mund të shikoj gocat që janë me mini funda deri këtu. Pse nuk të pëlqen?" Çfarë ke ti kundër kësaj gjëje? Domethënë, çfarë rezonon me ty? Ke diçka ti vetë që ty nuk të është lejuar si vajzë, në moshën, për shembull që është një grua në moshë, kur ke qenë në moshën e re, që ty nuk kanë lejuar të shkosh me funda të shkurtë. Jam kupton, ka një lidhje ajo. Në cili mendim ka që ty të lejon tani, bravo, që ai burimi të bën të paragjykosh diçka tjetër nga jashtë, sepse ai paragjykimi nga jashtë normalisht është pasqyra jote. Çdo gjë kthehet ty mbrapsht. Po, kur duhet të fillojmë të rregullojmë dhe të menaxhojmë këto mendime? Si fillohet? Pra ti shkruajmë mendimet e këqija? Është mirë që ti shkruajmë dhe më pas gjëja më e bukur është punojmë që të jemi të sinqertë me vetveten e para. Kjo është hapi më gjigant. Shikoj them vetveten, shkruaj herë gjërat që ty me të vërtetë nuk të duhen. Të thua, "Okay, ky mendim nuk më bën mirë." Cilat mendime gjatë ditës dhe kape vetveten mat, i themun, shahmat. Thuaj, "Okay, prapë mendova këtë mendim. Prapë edhe një herë më erdhi. Nuk ka rëndësi, por prapë më erdhi që nuk është gjë e mirë." Shikon kur shikoj këtë lloj persone, kam një ndjenjë që nuk më bën mirë dhe mendoj diçka jo të mirë. Kape veten. Dhe atëherë mundohet ta bësh të kundërtën, sepse qelizat tona kanë një inteligjencë shumë gjigante, deri në ADN-n, ARN-n tonë. Në momentin që ne marrim vetëm negativitet, ato qeliza fillon të marrin vetëm negativitet. Në qoftë se ne them vetvetes herë, stop një herë, dhe i thua qelizave të tua, të flasësh me vetvete, japësh një informacion pozitiv vetvetes tënde, ti thuash, të gjithë pjesës time, të trupit tim, zemra, shpirti, çdo gjë që un jam, dua tani ta ndryshoj. Dhe këto informacion që un kam mbledhur gjatë që në fëmijëri deri tani, dua t'i kthej në pozitivitet, duke filluar me afirmime pozitive. Unë them kështu, shkruaj 2 letra negativen dhe një letër si ta bësh pozitivitet. Nëse ke ndëgjuar fjalë për shembull, që ti e xam. Unë nuk jam bjonde, jam brune. Motra ime ishte bjonde, unë nuk krahasoj gjithmonë me motrën time bjonde, me sy bojqill, flokët e drejta, unë kisha gjithmonë flokë kaçurrela, boj kaf. Mund thoshin si më qen fal, mutin sport. Është ajo shpreha shkodrane. Domethënë se çdo gjë sy të bëj kaf, nuk e di, domethënë ti e kot atë. Edhe mirë po, ajo më ka mbet, ndoshta një shprehje në të gjithë fëmijërinë më ka përcjellur ajo si mutin sport. Dhe thosha, po pse më thosha, pse syt më bëj kafë që kanë si mutin sport? Kur unë kam shkuar në Austri ka qenë krejt e kundërta. Ishin shumica me sy bojqiell. Dhe kur isha me sy bëj kafë, thosh, sa të bukur sytë e drerit. Domethënë ka filluar ta ndryshoj atë shprehjen e keqe, me sytë e drerit të bukur. Ma të ka ndikuar kur ke shkuar aty, nëse do të ishe këtu, do vazhdoje të kishe këtë mendim për veten tënde, derisa të vinte një situatë apo një person apo një mund të vinë rreth shoqëror që mund ta vinte në pak për ngjyrën e syve. Është vërtet, ose ti fillon vetë dhe e kupton që ti je një krijesë kaq e bukur dhe thua faleminderit ashtu siç jam. Sa ndikon familja, prindit, meqense kjo fazë fillon që në pubertet të mendohet negativisht për veten, që ka mungesë në vetbesimit. Të shumë fëmijë janë brumi, i themun, i prindërve. Me shumë keqardhje, pa dash me thy asnjë prind. Cilat janë shprehjet më të gabuara që prindit përdorin ndaj fëmijëve të tyre që ja ulin vetbesimin? Kur nuk i lënë të lirë për disa gjëra dhe kujtojnë se ato kanë të drejtë dhe mundohen që fëmija të marrin të njëjtën gjë që ka bërë prindi.
Dhe më thënë të jetë njësoj si babi ose si mami. Ky krahasim nuk është hiq i mirë. Fëmia është fëmijë, nuk ka lidhje as me mamin, as me babin. Është një individ me të vërtetë shumë i veçantë, me një prejardhje që një prind nuk ka idin nga çfarë ka marrë ky fëmijë nga mishërimet e të kaluarës, të jetëve të kaluara. Imagjino këtë jetë. Do të thonë që ne duhet fëmijët i lëm sa më të lirë, sa më të qetë, që të zhvillon, kuptohet, duke i dhënë kufizime, nuk them orientime. Do të thonë ne i drejtojmë rrugën, por ato e zgjedhin vetë. Dhe kam vënëri me fëmijët e mi, sepse unë tani jam bërë nën me 3 fëmijë, e shikoj ndryshimin që çdo fëmijë është ndryshe. Por prapë nëpërmjet edukatës dhe asaj pedagogjisë që ne përdorim si prind në Austri, fëmia ka një dashuri dhe një respekt për prindin dhe për vetveten krejt ndryshe. Dhe një vetësiguri, ndoshta, sepse ne kemi mësuar fëmijët që ato të kenë bazën vetësigurin, mos kenë frikë. Kjo është e rëndësishme për të i përballuar të gjitha sfidat e rrethit shoqëror. Çdo gjë, sepse nuk janë princat dhe princeshat pastaj në shtëpi. Dhe shkojnë kohë, dhe shkojnë shkollë. Dhe më në fund janë të gjithë princat dhe princesha, i themun prindërve. Po. Të kalojmë pak teknikat, pra shënimi i mendimeve negative në letra. Pastaj të punojmë me to. Pra, çfarë na sjell vërdall gjatë ditës, cili mendim na mundon më shumë, me atë të punojmë. Unë do të shkruaja mendimet negative, emocionet që të përcjellen nga ana negative, nëse bësh me nerva, nëse ke fillon ke ankth, frikë, depresion, panik nganjëherë. Atëherë të gjitha këto duhet të shikosh nga është burimi, nga vjen dhe kur ka filluar, sepse shumica e din, për shembull me largimin e një prindi, me largimin e një personi të jetës tonë, ndoshta pikëllimi, trishtimi, dhe atë letër unë do ta djegja. Do ta djegja. Me të gjitha këto mendimet negative. Çfarë shkakton në ana emocionale apo vizuale kur e ti e djeg atë letrën? E lëshoj, si theti, nuk është reale. Çdo gjë që është krijuar nga unë është krijuar, por nuk është reale. Ashtu siç është krijuar, unë dua ta lëshoj. Dhe ty më është që shkon sipër, thu, e lëshoj. Dhe këtë letrën e bukur me të kundërtën, domethënë që ti ke bërë me të mira, unë do ta lexoja çdo ditë. Dhe çfarë ndodh? Nga ana psikologjike është krejt kollaj. Në momentin që ne kemi krijuar, kemi mbushur gotën me diçka jo të mirë, ti duhet ta zbrazësh dhe ta mbushësh tani me diçka të mirë. Ta mbushësh me mendime pozitive. Dhe kjo gotë pastaj ka ujin të mrekullueshëm, të pastër. Po ky ujë i ndotur nuk na duhet më. Kjo është ajo. Heqe, eksperimente të tilla fizike, por që ndikojnë dhe mbushin botën tonë shpirtërore dhe emocionale. Aq më shumë, domethënë nëse unë kam dëgjuar 100 herë vetveten time duke folur mendime jo të mira, domethënë brenda meje, ose të tjerët jashtë me mira herë nga politika, nga gjërat që kemi nga shoqëria, atëherë duhet me thënë të drejtën 100 herë ta lexojmë atë mesazh pozitiv, ta lexojmë çdo natë. Dhe çdo natë që e lexon, ti afirmon vetvetes tënde dhe e përmbush gotën tënde. Edhe një herë që liza ty e përmbush. I krijon qelizave memorje pozitive, sigurisht.